Krishti u ngjall dhe bashkë me të edhe shpresa për paqe në botë. Ky ishte mesazhi i kryepiskopit të Shqipërisë Joan Pelushi me rastin e Pashkëve ortodokse. Në mesazhin e tij ai theksoi se njerëzimi po përballet me një periudhë të trazuar ku konfliktet dhe pasiguria po ndikojnë në jetën e miliona njerëzve. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë. Pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti ngjallur përsërit paqen e ju. Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Kryepiskopi bëri thirrje që sot më shumë se kurrë njerëzit të bëhen paqebërës në një kohë kur tensionet dhe konfliktet po shtohen në shumë pjesë të botës. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Në përfundim të mesazhit të tij, kryepiskopi uroi që festa e ngjalljes së Krishtit të shërbejë si një moment solidariteti dhe dashurie për njëri tjetrin dhe që shoqëria të mund të përballojë sfidat e kohës që po jetojmë.